të kthehesh tek leximi i Kuranit, që është kelamullah, që është fjala e Allahut, të kthehesh tek jeta e të dërguarit Muhammed alayhis salatu wassalam, që ne duhet ta marrim si shembull jetën e të dërguarit tonë nëse duam të jemi të suksesshëm dhe të arrijmë suksese të mëdha me dinjitet në jetën tonë të përditshme. O njeri, ç'të bëri ty të mohosh krijuesin tënd? Ç'të bëri ty të harrosh atë që të ka krijuar në formën më të bukur? Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Dhe ne e ngritëm njeriu në pjedestalin më të lartë, po ai njeri e uli veten në shkallën më të ulët, për shkak se harroi se nga erdhi, kush e sollën këtë botë, ku do shkoj, cili është destinacioni i tij. Prandaj Zoti i tha këtij njeriu: "Ejna tadhhabun?" Ka jeni duke shkuar o ju njerëz? Pra i tha këtij njeriu: "Ku po shkon o njeri?"